Mirëmëngjes të dashur miq. Kam vendosur që të komunikoj me këtë video mesazh deri kur të mbaroj revolucioni kulturor, politik, demokratik i rinisë shqiptare dhe jo vetëm. Mbrëmun isha atje, si çdo natë kuptohet. Nuk fola, sepse nuk të linin emigrantët tanë, që u bie bret ku andej për bukën e gojës. Ishin të fuqishëm, fjalët e tyre, pjekura të mençura. Do veçoja një grua, besoj ishte shkodrane, me dialekt shkodran afërsisht. Solli argumenta të pakundërshtueshme, të fuqishme, diskredituese për klasë politike, bolshevike, që në nëntor të këtij viti mbushin 81 vjet ndjes, që sundojnë mik të popull, martir, të lodhur, të raskapitur nga shekujt. Dje pati zhvillime. Ky Mreti Lakuriq nuk e di, nuk e veçoj dot në gjë, pasi ai e ka humbur busullën. E tani flet për qartë, se që kishin bërë një grua në grada. Aty besoj prape e gjetën armiku në klasë, se këta janë djetë, ustallat e vjetër do gjenë armik klasë, me do e mos. Me i dhe të unë mund të paragjykoj, ajo me që pas ka qenë ka që rrezikshme, se kanë ndaluar 15 vjetë të hyjë në Shqipëri, leta shofi këtë kur të vi qeveria europiane, si që thash dhe dje, kjo Shqipëria e re më ngacmon shqisat e kino studios Shqipëri e re, me ata filmat e radhës, pro diktaturës komuniste, kuptohet. Pash reagimin e Ramush Haradinaj, që tha, më vjen turp, jam kosovar, për kosovar i vitu. Ramush do të vit turp, në ndërgjegjen tënde, se ke qenë i arrestuar në qelit e Hagës 3 vjet e gjysmë, me akuza, 17 akuza për krime kundër njerëzimit. More pavajsin të Ramush, po, atë pavajsi e di veti, si e ke marë, se pavajsia, ndërkohë është dhe detyruar Gjykat e Hagës të t'japë edhe lekët që të ka ndaluar, të dëm shpërblej, moralisht dhe fizikisht se ke qenë i arrestuar, edhe se ke parë dritën e diellit. Këtë gjë të fundit se kam dëgjuar. Ramush ti se njeh historinë, dhe s'ke si e njeh Ramush. Nuk e si e njeh. Po ta them unë, këtu nga Shqipëria. Nuk të njeh personalisht, po ma ke dëgjuar besoj emrin. Ramush në sheshin përpara kryeministrisë të Mretit Lakuriq të shqiptarëve të mikut tënd, marksist-leninist, ka 2 qylaf, i themi nga jugu, ne ju i thoni plis. Një me shqiponjë në zez pa yll bolshevik Ramush, dhe tjetra e bardhë. E bardha është plis tradicional i Krajinës Veriut. Plisi me atë bishin të sipër, me shqiponjën 2 krenare të zez pa yll, është e jugut Ramush. E di pse Ramush ka ardhur nga Kosova, tradicionale e fuqishme, pavarësisht serbit, ju keni patur kishte xhamia Ramush. Në Shqipëri u shkatruan të gjitha nga diktatura komuniste dhe hosh dhe birbot e saj, që këta 2 janë trashëgimtar direkt, me gene, ku kanë shkatruar traditën, rregullat. Ju i ruajt Ramush, nuk ka hoqi serbi, ato traditat. Pushtues ishte. Po ishte të lirë Ramush, me Josip Broz Tito. Shkoni gjithë vendet e botës. Në universitete, s'kishin luftë klasash. Në Beograd, kini nxjerr Bekim Femiun Ramush, se si kërkonte njeri e sap si vishej. E doli ishte një nga artistët ndërkombëtar, ne s'kemi Ramush. Kini 3 këngëtarë gjigantë, Rita Ora, kjo vajza tjetër shumë, që janë me emër, ne s'kemi Ramush.
S'kemi se ne u privuam. S'kemi asnjë përfaqësues. Ju keni. E di Ramush ka bërë në Hoxha me ju? I kalbi burgjeve kosovarët, i internimeve, Ramush. I kishte armiq. Pse Ramush? Ja dëgjoje. Qylafi plisi me shqipojnë e zez, pa yll, ishte mi ta të bëj frashi simbol i ballit kombëtar. Dhe parulla Shqipëria e shqiptarëve vet vdekje tradhtarëve të Ramush ishte sepse komunistët e Enver Hoxhës, që ju i keni për shpirt Ramush, fatkeqësisht, bashkë me atë që është atje në Hag. U shpërnda fuqishëm në Kosovë ideologjia e Mithat Frashit. Programi politik i ballit kombëtar ishte që Qamëria dhe Kosova të ishin brenda territorit, kurse komunistë shqiptar e shitën Kosovën Ramush, Miradin Popovici në Shqipëri, në bashkëpunim me Titon, ekzekutuan të gjithë nacionalistët në Kosovë që ishin pro bashkimit Kosovës me Shqipërinë. Në 45, 44, 45 Ramush, aty ka ardhur Shefqet Peçi, një nga komandantë kriminal të diktaturës së Enver Hoxhës, që ka vrarë vetëm shqiptar. Ramiz Alia, Haxhi Leshi, Dalin Dreu, Gjin Marku. Ka vrarë djemt e Kosovës. Nacionalist Ramush. Dhe ajo vazhdoi edhe në Shqipëri pasaj pas luftës. Siç të thash më sipër. Dhe kosovarët që vinë në Shqipëri, Ramush Haradinaj, nuk janë të Albin Kurtit. Po tishin do ishin shumë nderuar, se është një nga figura më të ndershme në Kosovë, Ramush. U sfidon me ndershmen e tij, nuk vjet Ramush, nuk vjet popullin e vet. Albin Kurti. Nuk vjet administrata e tij, Ramush. As ministra, as vëndës kryeministra. Po punon me nder për popullin tuaj. Këtu vi nacionalistët, Ramush, ata që thash më sipër, bijtë e tyre, stërniprit. Ata e sonë dhe Qylavin se Labëria, që ka vuajtur luftën e klaseve, dhe fshati im, Dukati, që kishte emblemën e ballit kombëtar, bile doli. Dukat, Lazarat, Bozhigrad, 3 fshatra simbol të ballit kombëtar. Nuk e kanë vënë Qylavin Ramush, se i pastroi trurin diktatura 46 vjet, i terrorizoi. Kurse kosovarët trima të Besës e sollën këtu Qylafin dhe janë bashkë Ramush. Dhe këtu humb në këtë moment prisi Mithat Frashit nga Frashi Përmerit nga jugu dhe Qylafi Veriut janë bashkë Ramush, se edhe Skënderbeu 500 vjet më parë Ramush e mori grua nga Kanina, Donikën, për lidhje Veriuk edhe Ismail Qemali Ramush, që vriti flamurën në Vlorë. Mori sa buletin dhe të tjerë përfaqësues në shpallin e pavarësisë. Pse Ramush? Lidhja. Ti nuk e përçan dot. E të vi turp, çka ke zënë nga goja. Të vi shumë turp. Shijo atë pasurinë që ke. Këtë të këshilloj unë. Mos u përfshi në hallet e popullit shqiptar. Se s'ke fajti Ramush. Po të ishe këtu në Shqiptar, tregon me mira i miku nga Gjirokastra, që të nxite qumshtin e nënës, të mbyste Durim Bedini nga Kanina, që e kam patë në Elbasanun. Hetues, i 2 vëllezër kosovar me Mirgash, e kam shkruar në libër mes 2 epokash. I mbyste këtu Ramush, u fuzë dorën të fytit. Si armiq të Shqipërisë. Harrojeni Ramush Haradinaj, historinë të fusi këtu vllavrasjen. Harrojeni, nuk ndodh kurrë. Edhe Sali Berisha nga Tropoja, nga krajina juaj, Andrej nga Dukagjin, tentojnë në të shtatën. Të përçante vëllezit. Nuk e shkoj banditit komunist, që po turpërot peqeri, i doli dosja me 500. Faqe, akuza për vjedhje, vjedhjen e popullit shqiptar. Me kaq po e mbyll me të Ramush. Bën mirë të heshtësh, të sodisësh, po jo të hedhësh helmin, se nuk e gjen do terrenin, se ka atu, bura,
Mase gjitha ata djemë, pos më gjithë do të muan, se ka të tjerë si punë ime. Jemi kocke tjetër. E njohim mirë historinë. Edhe ti Ali Ahmeti andej nga Shkupi, që të vjen keq për turistat. Ali Ahmeti, marksist-leninist, i Enver Hoxhës, edhe ti. Po ta provoje do ta tregon e mirë ai. Se të pash që nuk i mbështetë studentat shqiptar që kërkojnë të jepnin provim në gjuhën shqipe, në gjuhën e tyre, në gjuhën e Naimit. Ali Ahmeti, turistët vinë tu, hanë byrëqe, se vinë të fundit, nuk vinë elita. S'ka si të vjen elita Ali Ahmeti. Se deti shqiptar është i ndotur gjithë lumenjtë e Shqipërisë, derën urat e zeza në Adriatik dhe Nion. Dhe ata vjen Greqi, se Greqia zëvën të parë, me detet pastra dhe ka ligjet konsoliduara, që nuk pengon biznese, për kanë regula, zoti Ali Ahmeti. Mos i qa hallin, ti, Shqipërisë. Ti e ke mik, Mberet i Lakuriq, se unë tani s'ja përmend me emrin, më vjen turp me ato që ka bërë, ndaj që do t'i paguaj, Ali Ahmeti, nuk e marrojnë dot juve. Ndaj ri dhe ti atje ku je, shijo atë pasurinë tënde që ke aty. Ri rehat. Se këtu ka zot Shqipëria. Nuk ka vdekur asnjëherë. Se ne kemi aleat fuqishëm. Se jemi vendi pro-amerikan, vendi parë në botë. Se kemi vuajtur shumë. Se për Amerikën janë dënuar kohën diktaturë së udhëheqi tuaj marksist-leninist Enver Hoxha me qindra, mos them me mira, vetëm për Amerikën. Dhe ne i dim vuajtjet, ne i njohim. Ju jo. Se keni qenë të lirë. Po, keni qenë të lirë, keni shatitur botën. Ali, kurse djemë të Shqipërisë vriteshin kufive si qenë, Ramzalia dhe në 89-ën, që gjoja kështë nëzirë liqë, shkelje kufit është administrativ, prapi pushkatonte. Nuk ta akuzoj, po them vetëm kaq. Ri mirë. Ri mirë. Mos e humb atë kontributin që ka dhënë atje në për çështjen e shqiptarëve Maqedonisë. Mos e humb, mos u ngatroh këtu me këtë punë. Se do u dënoj nesër historia. Këtë kisha edhe për ty. Tani Mbret i Lakurisë se s'ka vënë në lëvizje, e para po i them, hiq dorë nga bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, të ndyrë, bijtë e tyre, bijtë e spionave, që denigrojnë, që fyën për rrjetet sociale, që i kërcënojnë. Ata nuk mund të dalin para ne sepse aty është uragan, i fuqishëm, nuk do ndalet, derisa ti të largohesh. Ta thash dhe dje, qetësojen çik trurin mbi mendjen. Mos e fut popullin në thella. Se nuk do jetë mirë ti do përfundosh keq. Në qoftë se Sali Berisha ja hodhi pra Banicës, se kështu jemi ne. Pop pa memoria, normal. E ka treguar historia. Jemi pop pa memoria. Ja hodhi e vazhdon akoma. Ka bërë 5 izullume. Ti, me gjithë se Fatos Lubonja, miku jo t'i hershëm, ta ka thënë e tha publikisht. Mos u fut politik, tha, Mbret i Lakuriq, se je i rrezikshëm për popullin dhe për veten tënde. Ta tha dhe ti nuk e përgënjeshtrove. Ashtu? Si diktatori Sali Berisha, nuk e përgënjeshtroi kur ti akuzohet parlament. Që të thanë në 91-shin pranitë Ardian Klosit që mos u merrni me burgos politik se janë llumi i shoqërisë. Heshti Sali Berisha në parlament, heshtën dhe deputetët. Nuk u ngrit deputeti thoshe, e ka thënë këtë gjë. Në këtë moment distancohem nga Partia Demokratike, nga grupi parlamentar. E kanë shitur prapanisën të gjithë. Për një copë bukë më tepër. Nuk ka vdekur njeri, dhe në kohët më të errta. E ka gjetur njerëzit mundësinë, po puna është që luma ai që rron me dinjitet e me nder. Për vete, për fëmijët dhe për shoqërinë. Nxitomi kap kohën. Mos prit nga Makroni. Me ato duart e lidhur shu, allasoj thonë Elbasani. E di veti. Si ta thash, ka qenë qytetin e gabuar atje. Me ato përdredit e tua kështu, klasike.
Ju kërkoj ndjes miqtë e mi, po normal, më buron nga shpirti. Se su bë pak. Po shkon shekulli. Që ne nësë nëmë bolshevizmi. Ta djemë të kanë bërë atë programin, ati mungon dhe abrogimi ligji 7051, ligj antikombëtar, antidemokratik, antikapitalizëm. Vetë ky diktatori Sali Berisha që ka bërë bashkë me komunistët e tij, fundan në Penjishin, ka kuar ndjes për ligjin 7051, një ligj i cili nuk gjeti zbatim, sepse ligji është një për të gjithë. Apo jo, la legge uguale per tutti, thonë italianët. Ligji është një për të gjithë, dhe duhet zbatohet të gjithë. Në Shqipëri të mesme sipër me sa di unë, nuk ka gjetur zbatim, në jug po. Edhe në Dukat Vlorës nga jam unë. Është fatkeqësi e madhe sigurisht. Dhe një nga pikat kryesore të Bashkimit Evropian është në pikë atje, zgjidhje pronës. Pas zgjidhje prone, djemtë organizatorët e protestës harroheni që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian. Kur? Harroheni. Duhet ishte aty edhe pika. Se keni vënë gabimisht, keni harruar. Edhe grupe fraksione mund t'jeni aty pranë, unë një pashat e emrat. Po vetë pash një djalë nga Dukati më vëj qefi. U vëm 4 nga Dukati. Unë i me bi, një zonjë që s'jam mësova do të një emrin, edhe djali, Bello, se emri s'putu e tani. Unë sonë do jem prap atje, miqtë e mi. Do jem atje në mbështetje. Sa marrone mi dikun dhe pastaj sigurisht që ata kanë ato rrugët e tyre. Po në qoftë se do ju kërkoj sonde atyre publikisht në sy të gjithë vetë. Do ju kërkoj të shkojmë atje në këmbë të Spaku, se kanë zënë në gojë as këta. Me rezerva. Aleate Shqipërisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe strukture posaçme antikorrupsion. Çfarë kërkojnë ta në Spaku? 20 vet janë atje. Janë vjedhje të komplikuara. Organizator. Janë vjedhje inteligjente, mezi gjetëm këtij atij Velias. Kishte 2 apartamente përballë njëri tjetrit me ashensor. Të çuditshëm. Dhe është vështirë të grumullosh prova, t'i japësh gjykatës. E kuptoni? Jo? Është shumë e vështirë, nuk është se vodhe 1 kilogram molla aty ta kapën dorë si provë materiale. Është shumë e vështirë. Janë gjykatat ditë të hallit, gjykatat e shkallës së parë qytetit kryesore. T'ju them vetëm në Elbasanin, organizator. 5 pedagogë universiteti atje i thënshin, shisin notat në përkthim të materialit misër, grur, fasule, patate. Dhe shkruan dhe gjykatësi që mos kompetencë. E kuptoni ku është drejtësia. Gjykatësi ka bërë gjithë atë universitet, nuk është në gjendje të dënojë 5 shpërdorues detyre me prova materiale, i kanë aty patate, domate, çka kanë bërë për të shitur notën, për të bërë 10 me këto shkolla fiktive, që është shoqëria shqiptare në këtë gjendje. Edhe Spaku, domethënë zoti Dumani dhe zoti Bravo, e tjerë, standardi i tyre duhet merren edhe me këto gjëra ordinare. Prandaj, thirrni mendjes se ata punojnë kushte vështira. Sot unë do kërkoj publikisht. Edhe do jem me ju atje në mund ball, se në ball kam qenë gjithnjë. Të shkojmë atje te Spaku, ti mbështesim fuqishëm. Po sa mirë hajdutët e bashkisë shkonin mbrojnë krye hajdutin e Erion Velia. Sa bukur militantët shkonin mbrojnë hajdutin e tyre atje te shajnë Spakun. Dumani është brenda atje, po paguan. Po ne rinja shqiptare, çfarë simboli keni? Si thoni ju? Lëvizni kot bulevardit? Ka një qëllim? Ka optik pamje përpara për të ecur? Dhe ne sonde do shkojmë atje. Unë do kërkoj publikisht dhe sigurisht ju do më respektoni. Mase do të fundit, ti do flas. Sepse e shoh që ditë do janë të shkurtra. E do lëm të tjerët, ata që vinë nga jashtë, sigurisht të thonë gjëra të sakta. Jo të konsumojnë mikrofonin kot. Po të thonë ato që duhen. Gjëra që kanë vlerë. Sepse ne baballarët tuaj, si shtash dhe dje, e duhet na dëgjoni kur kemi të drejtë. Dhe kur nuk kemi, sigurisht s'keni pse të na dëgjoni. Por nuk ka prind botë që të edukoj fëmin të shkojë të rrugë e keqe. Ajo çështje kujdesi në rritje,
veç që zgjedhje ku rritin fëmijët tanë. Ju uroj ditë të bukur, është temperaturë e lartë sot, por ata si pengoj shiu, dhe jo temperaturë e lartë, mas e freskohet, mas ditja. Miru të takofshim në sheshin e Robespierrit. Dhe ja kërkojmë të Francës kur të fitoj betejnë, të na i japin pa lek sloganin liberté, egalité, fraternité. Liri, barazi, vllazëri. Ky slogan është në çdo institucion të Francës. Në shkolla, institucione shtetërore. Ne nuk e kemi. Ne kemi vetëm armiqësi me njëri tjetrin, që na përshau regjimi komunist, që nga lufta e klasave me 7500 njerëzin, vajza nga Dukati tha. Zonja. Vdiqën tha, vllai dhe babai, jemi ngritur për 7500 njerëzin. Fare e urrejtjes dhe përçarjes, e komunistëve. Ja atje, e pash në avion dje, po u thonë në Gjermani, dikush e kishte filmuar. Është në hall. Thirrje demokratëve të vërtet, Partisë Demokratike, distanconi nga kërma. Urgjent, tiri na për ata që kanë lyer duart me vjedhje. Mirë se pas largoni, distanconi. Hikni dorë. Çfarë jeni juve? Ja vrisin çik të kokën? Ku shkoni? Pse budolla kam qenë që jam distancuar nga ai qysh herët? Se kam kuptuar kush ishte. Kam kalu konsekuenca. Po nuk vdiqa, ja tek janë. Janë në të shtëpinë time, këtë kam kapitalin. Djers 100%. Djersa e bashkëshortë ime dhe e bashkëshortës sime. Dhe kur vin fëmijët në hoteleve, marrën shtëpi me qira. Se s'kemi ambient ku të rrinë tu. Se një tualet kemi, kështu i kanë bërë ata. Arqitekt tanë famshëm. Mos më akuzoni formur për Belulin. Se ca e kanë dhe zakon. Sigurisht. E kanë nga brënda, e kanë blef.